E më i bobë të është? Arsyeja ndolës është përdorimi i telefonit gjatë vozitjes së automjetit. Që sa është hera parë, atë e ki veç një kundërvojtje, anë që sa është hera dytë konfiskohet edhe pata shoferi. Arsyeja ndolës është nuk e respektoni dritën e verë në semafor. Po besoj si instruktor ja tregon në rregullat e semaforit se çfarë kohe dhe çfarë periudhe kena të drejtë. Indrum, e keni kundërvojtje 150 euro për mos vendosin e rrypit sigurisë, që se realizon pagesën brenda 15 ditë ligji ta mundson për gjysmë me pagu ma lirë. Domthonë shoferit ju ka shqiptuar një etiketë për gjykat, i cili ka drejtuar automjetin pa paten shofer. Dikun mesatorja etiketa mujore sillet nga 100 në 120 gjoba brenda muajit, domethënë, këtë rast po flas për kryeqytetin, vetëm për kryeqytetin. Sistema UÇK-s dihet se është lavdia e Kosovës. Është diçka historike, pa harrueshme dhe pa kontestueshme. Por jo tani që ne ta marrim dhe ta keq përdorim atë. Por se edhe sistema e cila është e vendosur në targa, edhe kjo rrjedh pikërisht nga lufta shtirimtare, nga ushtria shtirimtare e Kosovës, dhe ne duhet ta respektojmë tani këtë që e kemi. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Jemi në terren bashkë me Policinë e Kosovës me rështerin Vedat Zuka, shef i operativës së trafikut të Prishtinës, të cilët do të zhvillojnë kontrolle të shtuara ndaj shoferëve të cilët e përdorin telefonin e tyre gjatë vozitjes. Shkelje kjo që vazhdon të mbetet një ndër shkeljet më të rrezikshme dhe më të shpeshta në trafik. Qëndroni me ne për ta parë punën e tyre edhe nga afër. Përshëndetje, rështor, a na tregon sa tiketa të përdorimit të telefonave keni shtuar në muajt e fundit? Fillimisht faleminderit për intervistën. Tiketat shqiptohen vazhdimsi, domethënë, janë baza ditore, por kemi ato javore dhe mujore. Në qenë se mpytet pikërisht për telefonin, dikun mesatorja tiketa mujore sillet nga 100 në 120 gjoba brenda muajit, domethënë, këtë rast po flas për kryeqytetin, vetëm për kryeqytetin. Përdorimi i telefonit e dinë edhe ju është shumë i rrezikshëm. Është njëri ndër shkaktarët kryesorë të aksidenteve që ndodhin në Kosovë. Nëse jemi duke pritur në semafor të koq edhe e përdorim telefonin, a kena bërë shkelja? Po, ligji nuk e ka përcaktuar. Ligji thotë se ndalohet përdorimi i telefonit gjatë kohës derisa vozitja është duke drejtuar automjetin. Andaj, edhe më herët i kam bërë apel dhe prapë ju bëj apel, telefoni është gjëja më e rrezikshme që mund shkakton aksidente dhe incidente pas aksidenteve. Andaj lus vozitësit kënë konsiderat, ta zbatojnë ligjin, mos ta përdorin telefonin, apo tani janë edhe pajisjet adekuate, janë kufjet, janë automjetet cilat e kanë sistemin, jo edhe vetë përdorimin e telefonit në mënyrë klasike ndodhet, kështu që edhe e përdorin disa. Audi e zezë. Iler, 1.7. Telefon është për telefonin u kun? Përshëndetje, a një lodhë si kalut, a ka mundësi paten shoferi librezin ato mjetit? A ka mundësi paten shoferi librezin ato mjetit? Indërum, e kuptoni arsyeën e ndaljes. Okej, pra, dëgjom. Arsyeja e ndaljes është përdorimi i telefonit gjatë vozitjes së automjetit. Indërum, a keni më kundërvojtje më shumë për përdorimin e telefonit? A është hera parë apo hera dytë? Në rregull. Dëgjom, po ta shpjegoj kështu, nëse është hera parë, atë e ki veç një kundërvojtje, nëse është hera dytë konfiskohet edhe pata shoferi. Dëgjoj, emri i babës si është? Atë shoferin e automjetit i cilin e kemi nolë është gjatë vozitjes së automjetit e përdor telefonin. Domethënë me legje ka ndaluar, po nëse ka hera por atëherë shqiptohet veç tiketë dhe ndalohet 2 pikë negative, ndërsa e ka tiketën e dytë ndalohet paten shoferi për 3 muaj.
Trafik Boza për trafik 204. Pranem, vazhdo. Trafik Boz, kam një verifikim për sunit, po vazhdoj me numër personal dhe mundësisht tregom ako tiket për përdorim telefon. Negativ, koleg nuk posedon gjuhë për telefon. Në rregull, Trafik Boz e kam pranuar. Domthon shoferi nuk posedon domthon tiket për përdorim telefonit. Domthon është hera parë që zihet në trafik duke përdorur telefonin, domthon shqiptohet tiketa për herën e parë. Cilat janë ato grup moshat që bojnë mas shpesh të këtë shkelja? Tu s'kisha mujt me botën i dallim, ka të ndryshëm. Ka 3 kohëve, vjetër kohëve, mosh mesatare, të dallim s'kisha mujt me bot diçka ma theksim. A vlen njëjtë edhe për mërgjimtarët? A janë tiketat e njëjta dhe a mundet për me ju konfisku patent shoferi veç nëse zojmë dikan duke qëndru në telefon gjatë vozitjas? Po, ligji vlen për të gjithë vozitësit apo pjesëmarrësit në trafik. Se përket mërgjimtarëve, ligjvënësit e kanë parapo edhe dyfishimin e gjobës me qëllim të mos ndalimit të drejtimit të automjetit në territorin e Kosovës. Do me thonë, nëse dikujt e ka bërë një kundërvajtje për me ju konfisku patent shoferi, ka të drejt me pranu gjobën, dyfishin e gjobës dhe mos mja bën ndalesë. Përshëndetje, a një lodhë si ka lutë, a ka mundësimi na i prezentu patent shoferi librezin natën. Dokument Kosovës apo së dënë? Arsye në ndaljes, pe kupton. Arsye në ndaljes është inderuar ke bo mos rreshtim i drejt në komunikacion, do më nga shëriti i tretë, kjo në shirit të parë, do më këtë që e ki ndalu me shet të komunikacioni që të obligon me vazhdu drejt, jo me vazhdu në nënë e maj. E ki shembe me shku drejt në parkingat je mu për shiritin e fundit dush me morë për me vazhdu për drejt, jo në këndë regull. Atër e kini kundërvojt i ndërum 40 euro, me lëna 15 dite që se realizon pagesin, be me pagu vesh 20 euro. Tash që i kemi vendosur edhe këto kamerat në për krye qytet, a keni vrejt vedisim të qytetarëve? Absolutisht po, shumë ka një vedisim, unë i falenderoj pjesëmarrësit komunikacion, se me të vërtet i kanë respektuar dhe apelet tona dhe këshillat tona, edhe kamerat e sigurisë dhe me të vërtet numri i kundërvajzëve tani është në ramje si. So variojnë kështu me çmime, për shembull nëse kemi bën shkelje për herë të parë, për herë të dytë, për të tretën? Nëse ki fjalën për telefon, hera parë nuk ka konfiskim të dokumentit, është një gjopë për 100 euro atje dhe pikë negative, pastaj për herën e dytë kemi të bëjmë me konfiskim për 3 muajt patent shoferit, dhe për herën e tretë kemi të bëjmë me konfiskim për 6 muajt patent shoferit. Çfarë apeli e kishe pas për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion për përdorim të telefonit? Edhe çka është të bëjë policia e Kosovës për me parandalu këtë dukuri? Policia e Kosovës ka bëu boll. Ka shpërndar fletushka, njoftime për vetëdijsimin e vozitësve. Kemi bërë intervista, kemi bërë apele disa herë, unë edhe një herë po e shfrytëzoj rrosën, pse disa herë kam bërë apel. Kujdes, telefoni është shkaktar i aksidenteve. Përdorimi i telefonit është për vdekje prus. Andaj lës të gjithë që të kenë konsiderat mos ta përdorin telefonin gjatë kohës së drejtojnë automjetit. I kemi parë edhe ato rastet që në tabelat makina vendosin logo ose emblema. Për shembull, nëse një qytetar e vendos një emblem të UÇK-s, a bën një përjashtime? Apo nuk lejohet? Dëgjom, ligji e ka parapo tabelat jenë ato të cilat janë me stemen e Republikës së Kosovës dhe asgjë tjetër. Stema UÇK-s dihet se është lavdia e Kosovës. Është diçka historike, pa harrueshme dhe pa kontestueshme, por jo tani që ne ta marrim ta keq përdorim atë. Por se edhe stema e cila është e vendosur në targa, edhe kjo rrjedh pikërisht nga lufta shtirimtare, nga ushtria shtirimtare e Kosovës, dhe ne duhet ta respektojmë tani këtë që e kemi. Po kthehemi prapë të mërgjimtarët. A mundesh me na shpjegu pak më shumë këtë pjesën kur t'ju merret patent shoferit që nuk kanë drejt pastaj me vozit përderisa janë duke qëndruar në Kosovë? Ligjvënësit e kanë parapo që shtetasve tuaj, atyre që kanë patent shofer tuaj, mos t'i merret patenti fizikisht, por vetëm t'i bëhet ndalesa. Andaj, unë ju rekomandoj edhe mërgjimtarëve, me qenë se janë shumë mjekësorë në Kosovë dhe me të vërtetë është një muaj me ngarkesa. Ne do të kemi konsiderat që t'ja vlerojmë komunikacionin atyre dhe të gjithë pjesëmarrësve me sa mundemi, por edhe ata duhet të kenë kujdes dhe duhet të jenë vetëdijshëm se në moment që ju është bërë ndalesa në patent shofer, mos ta drejtojnë automjetin në territorin e Republikës së Kosovës. A ka për shembull qytetarë të tillë që
pavarësisht dënimit që e morin prap vazhdojnë për me e përsërit? Ka ligjvendësia ka para po, nëse vozitësi është nën mosën e ndalesës dhe nëse nxjihet edhe një herë duke drejtuar automjetin, atëherë i shqiptohet një gjobë më e lartë, konfiskohet automjeti për spaku 3 muaj dhe të gjitha shpenzimet i bardh vetë vozitësi automjetit. Çështja e semaforit e dinë edhe ju se është e ndihshme. Ne kemi raste kur shkaktohet aksidenti, por kemi raste kur pas aksidentit po vjen deri te incidenti. Andaj, semafori me njerë krahas telefonit është diçka rrezikshme. Duhet të kenë kujdes vozitësi. Nuk duhet vetëm gjoba, ne nuk jemi udhëtar vetëm gjobave. Duhet edhe vetë edukuar, edhe pse mund të them se vozitësit janë jashtëzakonisht kulturuar. Dhe një pjesë shumë e madhe të tyre nuk bëjnë kundërvojtje, por ka të tillë që bëjnë. Për ata që bëjnë, për ata jemi ne këtu. Dhe do t'i shqiptojmë edhe gjë. Sot çfarë plani e kemi? Sot jemi duke bërë një plan operativ lidhje me mos respektimin e dritës së kushtit semafor, por nuk do të thotë që vetëm atë. Ne fokusohemi edhe në kundërvojtje tjera të cilat kryhen në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, por tani jemi duke kontrolluar edhe semaforin e Prishtinës. Okej, e nëse është e portokallta, a kemi drejt me kalu ajo? Jo, ligjvendësia ka para po. Edhe drita e portokallt e ka rrezikshmërinë e vet. Sa që është e kuqe, por edhe e portokallta. Andaj, nëse jemi në qytet, këtu nuk mund zhvillohet në një shpejtësi e lartë që s'po mund ta ndalë automjetin. Shpejtësia dihet është e parapo me 40 km/h. Dhe në moment që ti je shef se është drita e portokallt dhe po vjen tek i kuqe, mund ndalë. Unë konsideroj që 99% rasteve mund ta ndalën automjetin. Përshëndetje, a i një lodhë si kalu. A ka mundësi me na i prezentu dokumentin e automjetit librezë? Zotë instruktor, a ka mundësi me na i prezentu pa të shoferin ta? Inderum, arsye e ndaljes po besoj që e kuptoni për çka ju kena ndalë. Arsye e ndaljes është mos i me pasagjer, domoni me kandidat duhe ushtru. Arsye e ndaljes është nuk e respektoni dritën e verë në semafor. Po besoj si instruktor ja tregon në rregullat e semaforit se çfarë kohe dhe çfarë periudhe kena të drejtë. Portokallta, 4 sekondat e portokalltë shofi, jam. Po të jam. Po çdo mjet do të shkojë 9 sekondë. Ka të portokallta. E gjom, na veç që nalu me një trekit vrejtjes kësaj. Po besoj që jena transparent me njëri tjetrin. Kaloni mirë. Kur i ndaloni ashtu qytetarët, a kërkojnë folje apo sillen vrazhd? Ndëgjom, aty kemi raste ndryshme. Ka të tillë që më të vërtet ju ndikon edhe vrejtja, dhe vetë ndalimi ju ndikon. Pendohen për kundërvojtjen e kryer. Mund mendoj se shumica atyre nuk e përsëritin më, por ka të tillë që vinë dhe bojnë vetë interpretime ligjore. Qysh ju konvenon aty ne? Thot nuk është ashtu, qysh është se di po çashtu s'është. Domethënë e bën interpretim çysh ja merr aty në mendja vet. Por për ato raste jemi ne këtu. Dhe nuk do t'i tolerojmë ata të cilët veprojnë në komunikacion, të cilët veprojnë negativisht tek fjalë. So kamera janë gjithsej të vendosura në kryeqytet? Në kryeqytet janë diku 170 kamera të vendosura, por projekti është në implementim sipër. Ato janë vazhdimsi duke u vendosur në kryeqytet. Deri në sa mujnë për me u rujt të dhënat edhe pas sot ditëve pastaj ju shkon tiketa? Dhënat ruhen për një kohë gjatë në sistemin e policisë së Kosovës. Tiketa, kemi raste ku ne njoftojmë përmes telefonit dhe mund të vinë me një herë ta marrin. Ata që nuk kanë telefona, ne zakonisht ja dërgojmë përmes postës së Kosovës. Ka raste kur vonohen, ka raste kur qytetarët nuk i dhon adresat e duhura. Shembull, adresën me dokumentacion e ka me një qytet krejt tjetër, vjen dhe jeton Prishtinë, kurse ne bazohemi në të dhënat të cilat qytetari ka dhënë në momentin kur e ka bërë regjistrimin në qendrën e regjistrimit civil. Shembull, po e marr qytetari vjen nga Skenderaj, vjen me jetu Prishtinë, por ne duhet t'ia dërgojmë në adresën ku e ka në Skenderaj. Shembull, mos ta marr dikën. E pastaj? Pastaj
Ajo është i njoftuar, por nëse në atë gjendje nuk arrin me e marrë gjobën, moment kur don me bërë regjistrimin në automjetit apo me don nga kufini, ati figuron se e ka gjobën. Dhe duhet të drejtohet stacionit policor më të afërt dhe të orientohet se ku e ka gjobën. Për të gjithë ata qytetarët që thonë, hajtë se po i grumbullojmë dënimet, se pas një viti ose dy i pshin sistemi vetë, a është e vërtet? Apo do të me i pagu Sistemi nuk fshin, unë e rekomandoj qytetarët që me i pagu gjobët duhet. E ke bërë gjobën paguje, po edhe unë takom një gjobë, shkoj e paguj me njëherë se e ke bërë një gabim apo një veprim, shko dhe paguje. Duhet të jemi të përgjithshëm në raport me ligjin, në raport me shtetin. Ligjvënësit i kanë para po, shteti i ka aprovuar të ligje dhe ne duhet t'i zbatojmë. Ne të gjithë qytetarët e Kosovës pjesëmarrësin në komunikacion. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ai një lodhë si ka lutë, a ka mundësimin e prezentu dokumentat, patën shoferi librezin ato mjetit. Ta i prezento dhe patën shoferit. Puna? Jetë e mërë. I ndrumë arsyeja ndaljes është i ki gjomat e rësum në automjet dhe nuk i posedon librej si pas produs. Dhe e dyta është nuk i ki të vendos rrypin e sigurisë. I ndrumë, e kini kundërvojtje, 150 euro për mos vendosin e rrypit sigurisë, që se realizon pagesën mbrana 15 ditë e ligji ta mundson për gjys me pagu ma lirë. Shoferi i lartësekur që e hasëm në komunikacion për kundërvojtjen e bërë është mos vendosja rrypit sigurisë gjatë drejtimit të automjetit, po gjithashtu edhe në automjet i ka të vendosura foli, domethënë dekoruese, që ka ndaluar me ligj. I njëjti tash të urdhënohet, domethënë ta sjellë një shofer që nuk posedon edhe patan shofer. Domethënë kësaj i shkruhet etiketa për gjykatë. Domthonë shoferit ju ka shqiptuar një etiketë për gjykatë i cili ka drejtuar automjetin pa patent shofer. Indërum, që pa etiketa, mërëna 15 ditë e paguni e keni përgjithë më. Kaloni mi. Nga ky moment dëmon automjetin e drejton pasagjerit i tij i cili posedon patent shofer dhe kategori përkohëse dëmon për me drejtuar automjetin.